Numri i automjeteve në qarkullim në rrugët e Shqipërisë shënon rekord historik. Mbi 1 milion automjete qarkullojnë çdo ditë në rrjetin rrugor shqiptar atë urban dhe rural. Të dhënat e Instat tregojnë se tremujori i fundit i vitit që lan pas regjistroi 1.048.092 mjete. Ndërto, autoveturat përbëjnë 80.8% të mjeteve gjithsej, të ndjekura nga motorët me 6.1% dhe automjetet për transport të përzierë me 5.8%. Tirana zë peshën më të madhe me 34.7% të mjeteve gjithsej, ndjekur nga Durrësi me 13.6%, ndërkohë Gjirokastra dhe Kuksi kanë numrin më të ulët të mjeteve, përkatësisht me 2.1% dhe 2.4%. Gjatësia e rrjetit rrugor në shfrytëzim është mbi 3.600 km, klasifikuar sipas kategorive si autostradë, rrugë interurbane kryesore, rrugë interurbane dytësore, rrugë urbane dhe rrugë lokale. Rrugët interurbane dytësore zënë rreth 74.2% të gjatësisë së rrjetit rrugor. Rritja e numrit të mjeteve në rrugët e vendit vjen edhe për shkak të importit të lartë të tyre. Në mjetet e regjistruara për herë të parë, Volkswagen kryeson me 18.6%, e ndjekur nga Mercedes-Benz me 17.5%.